se vetëm në Shqipëri ndodh që njerëzit të ikin gjysma e popullit e të mos ketë reagim. Dhe njerëzit nuk ikin kot nga vendi. Ikin nga vendi sepse ata janë të poshtëruar, të dhunuar, të dëbuar qëllimisht nga vendi. Për t'i vjedhur, për t'i grabitur, për të vjedhur pasuritë e njerëzve, për të vjedhur dhe pasuritë e vendit tëra. Këtu një shudhiter i jepet Izraelit. Ju nuk e kuptoni çdo të thotë që i jepet Izraelit. I është dhënë Kashnerit, po Kashneri është Izraelit. Dhëndri Trumpit është qifut. Dhe sa për djeni, Izraeli po pushton të gjithë ishujt, ka pushtuar po thuajse gjithë Kipron, gjithë bregun grek të Kipros. Se kuptoni vetë, gjithë ata që po ikin nga Izraeli, qytetarë që kanë frikë andej, kanë vajtur e pozent gjithë brigjet për të krijuar koloni. Po e marrin Sazanin për të krijuar koloni për Izraelit. Ju nuk e keni idenë se çfarë po ndodh. Qëllimi Izraeli që do të pushtoj komplet Izraeli është vendi i psikopatëve, nuk e kuptoni juve se vetëm një psikopat mund të vrasë një popull të tërë, ta rrafshojë komplet, siç po bën me Palestinën. Ata që po bën me Palestinën do bëjë me të tjerë, këtë plan ka. I thonë se merr atë Sazani i bie na vrasë edhe ne. S'do të vrasi, do të fusin në sherr. Njësoj është. Do të fusin në konflikt se s'bën. Atë punë kanë bërë ata gjithë jetën. Se po e bëjnë sot, kanë gjithë jetën që e bëjnë atë punë. Po ju se kuptoni se për çfarë i mbjellin të gjitha njerëz. Ju se kuptoni pse mbajnë në qeveri Edi Ramën. Për çfarë e mbajnë qeveri Edi Ramën? Ai e mban. Shteti Izrael, po kush e mban? Ka lidhje direkte me Izraelin? Direkt. A nuk e mori para 6 muajsh mori dekorat në Izrael? Merr kryeministri i vendit më të vuajtur të botës, që jemi neve, që kemi ndendur 20 shekuj në pushtime, të masakruar nga romakët, nga turqit, nga italianët e tjera, ne bëhemi me Izraelin që masakron një popull të tërë, Palestinën, kjo kulmi. Kur gjithë bota hidhet kundër Izraelit, kryeministri ynë është me Izraelin. Që ne duhet ishim të parët kundër tyre. Pastaj është për vetë mbrojtje kjo? Për vetë mbrojtje të kujtë? S'kemi fuqi. Po pse Liechtensteini ka fuqi? E dini ju se në botë janë vetëm 4-5 ushtri që kanë fuqi, të tjerë të jetojnë pa ushtri praktikisht. Ne po e fusim veten në konflikt. Me atë lloj politike. Edhe me këta lloj gjyqtarësh e prokurorësh. Flas për ata që me të vërtet kanë bërë faje, i lem janë të tjerë, s'kanë pse ta ndjejnë veten të ofenduar. Bile duhet ta ndjejnë veten krenar që bën një detyrë që i shërben popullit, kur i shërben me të vërtet. Ndërtoni një opinion që t'i japin popullit vërtetësi, që të shikoj të vërtetën në sy, sepse kjo është detyrë e gazetarit. Kush do të debatoj me mua, kur t'i doj kokra e qefit, aptazi, jo kështu